të në djeri, bano goti të liri. Ishte thirrje për jetë, për liri. Sot, ajo thirrje nuk është harruar. Po edhe i kemi pa një mas ndoshta më të vogël se familjarët tanë dhe vujtjet që kanë qenë atë kohë, ka shtu atë motivin që gjithmonë atë krenarin e vezlisë kur të rritemi do të bëhemi ushtarë që ta ndihmojmë edhe prindin tonë e lërëma dhe banorë tjerë. Ajo jeton në zemrat e atyre që veshin uniformën. Thash se e kena ka përcy frikën. Kjo është tash nder për neve me bukën detyrë për jemi. Ata që nuk luftojnë për të marrë, por për të mbrojtur. Dhe ajo me tha, po shqinit që ta kumulon, a mos i dërzë dhe mos i trafto shumë. Sakrificat e gjeshme kanë emër sot. Forcat e sigurisë së Kosovës.